Mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes zonja ministre. Pyetja e parë ime drejtuar për ju është, a keni ngrënë mëngjes? Se unë po ju ofroj mëngjesin e spitalit Lushnjë, pacient. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e spitalit Lushnjë. Dhe nga auditimi që keni bërë ju, ministria juaj, në punë nuk është kuzhinjere, po është infermiere. E keni këtu. E keni lënë ju me shkrim. Në kuzhinë, thot, punon infermierja si kuzhinjere. Që do bëhe, do presi Facebook, ja mushin kos, edhe burrat ha njerëzit, si të marrin vitamina. Një kjo ndorë. E keni 3 zonjat grupit auditimit, është ky Jorgji Qeranmixhi, Zogulla Koto, Sonila Reshka. Thonë prej disa vitesh. U verifikua në ambientet e spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkaktimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punojësve dhe të pacientëve. Tani, to e fillova me atët ju e junu, që keni lënë me pjesën e juaj, tani po të them, po ju deklaroj timen. Së pari, pse keni zhvendosur godinën e spitalit Lushnjë, pse keni vendosur dhe latë prej 8 muajsh në një godinë në një qenef hane, ku është dhe sot, kur dhe nuk zbardhët lejen e ndërtimit prej 8 muajsh. Kush e mban këtë përgjegjësi që të gjithë pacientët e spitalit Lushnjë të rrinë në qenef hane? Kush? E dyta, si jeni me gjeografinë? Kaq të vështirë keni që të kuptoni që ekzistojnë dhe qytete të tjera përveç Tiranës? Lushnja për shembull. Po pse nuk vini mbas kaq një deputet bërtet, gërthet, kërkon, pse nuk vini bashkë me mua dorë për dorë të vizitojmë ambientet e spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Çfarë punë bën ministri i shëndetësisë? Rrin në aeroplan apo do të shikoj dhe spitalet që kanë në varësinë e saj? Se në avion maksimumi mund kontrollosh ndihmën e shpejt. Ka kuti, s'ka kuti, maroj e sapi. Se prap nga ky raporti që thoni ju janë mbi 100 milion lek ilaçet s'ka duara. Në magazinën, e keni kap ju. E dyta, po mirë të kjo godina që po bëni që është më re në kohë, shqyqy që po e bëni se ka prej 3 vitesh, para se 7 vjeti kjo normalisht. Po si ka mundësi që para 3 vitesh këtu u dhanë 300 milion lek për urgjencën e re, ndërto 75 milion i dha Raiffeisen Bank. Pse u prishën këto? Ku iku ky investim? Kush ma përgjegjësi që në kryet 4 viteve, këto u zhveshën prapë muret nga e para? Sepse për procedurimet dhe për gjithë përburimet njerëzore ke këtu ti prapë, ata i kanë në rësirë, thonë. Ja ke lëmë veti atyre drejtorit. Ore të bëj pyetje, qa mungon spitali Lushnjës sot? Alkoli, vigoni, edhe këto dorezat, se ka dalë Barsalet atje, i thot doktor Resha, infermieres, bjera qik alkoholin, pa mbukën me alkohol, shikon infermiera vje vërdat s'ka alkohol o pingat. Po bjera pra shpejt, e lynë në ujë, kush ma ka lënë hapur alkoholin se ka ik era. Deri Barsalet është këthyrën në spitalin e Lushnjës kjo se s'ka as alkohol. Gjotani qa mungon, se dole këtu dhe the që janë të gjitha, shumë mirë, e unë po t'i lenkoj, paracetamol intravenoz, për temperaturë të lartë dhe dhimbje. Omeprazol intravenoz, tramadol ampul. Unë kërkoj ndjes sepse nuk jam mjek, por do të kërkoj ndjes për diklofenak ampul, buskopan ampul, prometazin ampul, amiodorone ampul, vigonat, surumet e ringer, sidomos vigonat në pediatri.
antibiotiku levofloxacin intravenoz, antibiotiku amikacin, antibiotiku cefriakson intravenoz. Mungojnë. Tani, e dyta, në vitin 2024 keni nxjerrë një urdhër, ose drejtori këtu i përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm Jeta Deta ka nxjerrë një urdhër për lirim nga detyra. Me numër 148 datë 1/7/2024, thot lirim nga detyra. Dhe thot hiqet nga detyrat, atëherë shkresën urkaq për propozim për lirim nga detyrat e drejtorit të shërbimit spitalor Lushnjë protokolluar me tonën nëpërmjet të cilës propozohet lirimi i zotit Roland Ziu nga pozicioni i zëvendës drejtor ekonomik i këtij institucioni për shkak të mospërmbushjes me korreksi dhe në kotet e tyre funksionale në mënyrë të përsëritur, të cilat kanë krijuar probleme në mirë funksionimin e institucionit, vonesat e kryer të procedura e prokurimit për mosrealizimin e tyre të lënë nga inspektimet e mëparshme. 2024 ju e ishi nga puna, 2025 e gradoni drejtor. Ore, ju e hoqet sa i nuk blete vigonat. 2025 e sotë drejtor. Sa e drejtor a i spostoj gjithë ambientet, gjithë Lushnja rri në rrumë Pallhan. Tani, jenë djeniti që nuk keni asnjë lloj ekoje, dhe një eko që kishim ne, mund ta konfirmoj dhe Ministri i Financave se ka shkuar e ka inauguruar atje, ka bler Raiffeisen Bank. Edhe atët mamografis e ka bler, e ka sjell dhurat komuniteti islamik. Edhe dy ato që bën EKG-t i ka dhuruar Raiffeisen Bank. Po pashtu në maternitet lutën ginekologët e shkret, lutën, mungon kabli që të shikoj dhe se nuk na jep kabli për 1200 euro, syri që bën ekon është prishur dhe nuk funksionon. Prandaj thash që na lindi gjithë lushnjarët në Fier, se shqyr jemi zotësit tonë. Faleminderit, është me minutash, ju lutem, do ta merrni përsëri fjalën. Përfundoni fjalin, ju lutem. Vetëm fjalin. Pra, zihet urgjenca me metanitetin se nuk kalojnë ekon njëri tjetrit. Nuk punojnë ascensor dhe vinë gratë, ka den ka tret duke lindur dhe ka lidhur për shkallë. Po do të flasë pediatri për pas 15 minutë. Okej. Faleminderit. Në mbështetjen në 6.5 rregullores, zonja Evis Salla keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilin është kërkuar interpelanca deri në 20 minuta. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, dua të falenderoj deputetin Koreshi, sepse interpelanca e tij shërben si kujtesë e dobishme se sa e rëndësishme është të flasim me fakte dhe jo me narrativa politike, për spitalin e Lushnjës dhe investimet reale që po zhvillohen në mbar vendin. Qytetarët kanë nevojë për të vërtetën, jo për alarm politik të fabrikuar, sepse ka deputet që sa shohin një skelë ndërtimi, shpallin katastrofë kombëtare. Ne ndryshe nga folklori alarmit zgjedhim punën dhe investimin. Shëndetësia nuk mund të përdoret si skenë për propagandë frike apo për të nxirr çdo investim që bëhet. Kjo vetëm për disa kredite politike të momentit. Më lejoni të informoj qytetarët për të vërtetën e investimit në spitalin e Lushnjës. Spitali Bashkiak Lushnjë mbulon mbi 63.000 banor dhe funksionon në godina të ndërtuara para viteve 90, të cilat për dekada kanë pasur amortizim të konsiderueshëm infrastrukturor dhe teknik. Kjo nuk është një problematik e krijuar sot. Është një trashëgimi shumëvjeçare që për vite me radhë nuk mori investimet e nevojshme. Pikërisht për këtë arsye, Spitali Lushnjës është përfshirë në programin kombëtar të investimeve dhe infrastrukturës spitalore të financuar nga buxheti i shtetit dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Investimi ka nisur gjatë vitit 2026 dhe punimet kanë filluar zyrtarisht në 4 mars të këtij viti. Fondi i planifikuar për këtë vit është rreth 82 milion lek, ndërsa për vitin 2027 janë planifikuar rreth 236 milion lek të tjera. Ndërhyra po realizohen në godinën numër 3 të spitalit, ku funksiononin urgjenca, imazhëria, kirurgjia, reanimacioni dhe patologjia. Paralelisht, po kryen ndërhyrje edhe në ambientet e lidhura me maternitetin dhe shërbimet mbështetëse, me synim këto
përmirësimin e kushteve për nënat të porsalindurit dhe pacientët në tërësi. Ky nuk është një investim fasad, nuk është një lyerje muresh për fotografi propagandistike, është një rekonstruksion i plot infrastrukturor që përfshin rehabilitimin e ambienteve spitalore, rekonstruksionin e rrjeteve teknike, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare, rritjen e sigurisë teknike dhe modernizimin e kushteve diagnostikuese dhe trajtuese. Natyrisht, një ndërhyrje e këtij niveli sjell përkohësisht vështirësi operative. Por pyetja është, çfarë duhet bënim? Të mos investonin fare, t'i lëm godina të degradohen, apo të mbyllim shërbimet për qytetarët? Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, por më të përgjegjshme, të investojmë duke garantuar vazhdimsinë e shërbimit. Për këtë arsye është miratuar dhe po zbatohet një plan i përkohshëm riorganizimi dhe shërbimet e urgjencës, imazhrisë, kirurgjisë dhe repatet e tjera vijojnë aktivitetin e plot në ambiente të tjera funksionale të spitalit. Ka një dallim të madh mes kritikës konstruktive dhe përpjekjes për të deformuar realitetin. Ne mirpresim kritikën që ndihmon për të përmirësuar sistemin sigurisht, por nuk mund të pranojmë retorikën që tenton të paraqesë spitale publike si struktura të braktisura, ndërkohë që aty punohet çdo ditë, investohet çdo ditë dhe trajtohen me mira qytetar. Është e lehtë të bësh opozitë me batuta. Më e vështirë është të ndërtosh spitale, të financosh aparatura dhe të mbash sistemin në punë gjatë rikonstruksionit, siç ne po bëjmë sot. E ritheksoj edhe një herë se Spitali i Lushnjës është pjesë e një programi kombëtar investimesh në sistemin shëndetësor publik. Për vitin 2026 kemi parashikuar një total investimesh prej 4.2 miliard lek, ose 27.5% më shumë krahasuar me planin fillestar të vitit 2025. Aktualisht, po vijojnë punimet në spitalet e Beratit, Shkodrës, Fierit, Gjirokastrës dhe Vlorës, në godinën e Spitalit Psikiatrik Elbasan, në godinën backup të qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore në Vlorë, si dhe në shërbimin djegje plastik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Brenda këtij viti, pritet të nisë puna për godinën re të Spitalit të Korçës, për rikonstruksion e urgjencës Spitalit të Durrësit dhe për Spitalin e Hasit. Të gjitha faktet që përmenda më sipër janë tregues konkret se investimet në shëndetësi nuk janë të përqendruara vetëm në Tiranë apo në spitalet universitare. Ato përshtrihen gradualisht në të gjithë territorin me vizion e qartë se qytetarët duhet të marrin shërbim dinjitoz, cilësor dhe të sigurt pavarësisht ku jetojnë. Në këtë kuadër, krahas investimeve infrastrukturore, janë parashikuar fonde për modernizimin e pajisjeve mjekësore, forcimin e kapaciteteve diagnostikuese, përmirësimin e rrjeteve teknike, rinovimin e flotës ambulancave dhe përmirësimin e kushteve në qendra shëndetësore dhe në spitalet rajonale dhe bashkiake. Duke qëndruar të spitalet bashkiake, siç është ai i Lushnjës, dua të theksoj se spitali vijon normalisht aktivitetin dhe përballon një volum të konstrueshëm pune. Krahasuar me ritmin mesatar të aktivitetit gjatë vitit 2025, të dhënat e tremujorit të parë të vitit 2026 tregojnë se janë trajtuar 1727 pacientë të shtruar, ose rreth 26% e totalit të vitit 2025, e theksoj vetëm në 3 muajt e parë, duke reflektuar një ritëm të qëndrueshme të hospitalizimeve. Janë realizuar 86 ndërhyrje kirurgjikale që përbëjnë rreth 16% të totalit të vitit 2025. Janë përballuar 15.553 urgjenca, ose afro 31% e totalit të urgjencave të vitit 2025, çka tregon një rritje me rreth 24% të ritmit të punës në rastet urgjente duke krahasuar me të njëjtën mesatare periodike të vitit kaluar. Janë kryer 14.076 konsulta ambulatore, ose 24% e totalit të vitit 2025, duke ruajtur pothuajse të njëjtin nivel aktiviteti me vitin paraardhës. Janë realizuar 39.739 ekzaminime laboratorike, radiologjike dhe endoskopike, ose mbi 25% e totalit vjetor
2025 vetëm për 3 mujorin e parë të këtij viti, duke reflektuar një trend në rritje të kërkesës për shërbime diagnostikuese. Këto nuk janë shifra të një spitali të braktisur, por të një strukture që funksionon, që mban peshën e shërbimit për qytetarët dhe që stafi i kësaj strukture spitalore meriton mbështetje dhe jo baltosje politike. Spitali Lushnjës disponon CT scanner, aparate radiografie, mamografi funksionale, aparatura ekografie dhe pajisje të tjera laboratorike e kirurgjikale, ndërkohë që po vijon puna për modernizimin gradual të aparaturave të amortizuara. Gjatë vitit 2026 është vendosur aparati i ri i anestezisë në sallën operatore të obstetrik ginekologjisë, si dhe është realizuar zëvendësimi i aparaturës ekografisë. Ndërkohë, spitali do të pasurohet me aparat të ri ekografie dhe mamografie. Lidhur me informacionin e kërkuar për jetën e oksigjenit, theksoj se në muajin shtator 2025 është realizuar mirëmbajtja e rrjetit dhe panelit të shpërndarjes, ndërsa në muajin shkurt 2026 është kryer kolaudimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri në ambiente teknike. Për sa i përket barnave, dua të jem shumë e qartë. Spitali i Lushnjës e ka menaxhuar situatën në kohë reale dhe pacientët kanë marrë mjekimin e nevojshëm. Furnizimi me barna realizohet përmes kontratave aktive dhe marrëveshjeve kuadër, ndërsa për periudhën 2026-2028 është planifikuar zgjerimi i mëtejshëm i kontratave për medikamentet spitalore. Sa i takon shërbimit të dializës kërkuar nga deputeti, aktualisht janë 51 pacient nga Lushnja që marrin shërbim dialize. 34 pacient në Fier, 12 në Durrës, 3 në Qesutë dhe 2 në Berat. Ndërkohë, sipas kuadrit ligjor dhe saktësisht sipas urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë numër 469, datë 30/8/2010, për sigurimin e transportit për të sëmurët që trajtohen me dializë i ndryshuar, Spitali i Lushnjës mbulon pagesën e transportit për pacientët e dializës në mbështetje të paketave shëndetësore të miratuar nga FSDKSH, me qëllim garantimin e aksesit të pacientëve në trajtim. Të nderuar qytetar, ne nuk pretendojmë se çdo problematikë është zgjidhur. Shëndetësia është një sistem kompleks kudo dhe sfidat ekzistojnë. Por, ka një ndryshim të madh mes atyre që përpiqen çdo ditë të zgjidhin problemet dhe atyre që përpiqen çdo ditë të përdorin problemet si kapital politik. Spitali i Lushnjës nuk është një strukturë braktisur, është një strukturë ku po investohet, ku po punohet dhe ku shërbimi vijon për qytetarët. Ky është realiteti. Dhe mbi realitetin duhet të ndërtohet debati publik, jo me egzagjerime, panik apo deformime të qëllimshme të situatës. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Koreshi, në mbështetjet në 96.5 rregullores, mund të shpreheni lidhur me përgjigjen e ministres deri në 15 minuta. Ju flet Tirana, dham lajmet, harruat thoshi këtë. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë Lushit të dy dhe të shikoj se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishit një fije të cipje, thoshit, u boku po e pas kam lërë shëndetësin. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra në Lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh televizit televizive, sepse Lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje nuk mere më përsipe. Dakorta? Ajo anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, beo e deruar, e kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh në Lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo ja, se ka skadur 20 herë, dhe të blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. Ai diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regojnë atë ministri, po për efekt,
merr ambulancën, nuk kishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fier, po vdiste kur e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujt e tregoni ju këto? Revista televizive, nuk e turp. Po lushet hanë mi nga kam, nga syt. S'ka asgjë, është kafshëri. Është batërti që fatër infeksioni. Ka në çdo mur, do çadër për të hyrë. Kujt i tregoni ju? Po si shikojni pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo çmenduri. Po ke një tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emrin, Dhimi të Qenimi që shkrua një gazetar sot. Ka nevojë për aparat DSA spinale. Që sot e ka pajisje, po për 2 vjetësh nuk e vën funksion. Turp. Por keni pa njerëz në ekologji, kur keni qenë njëherë atje si vjen njerëz rrin. Por keni pas të herë smurju. Po si ka mundësi se s'vas ministrat e ju gjithë rakordoni fonde për të çuar shtetit. Pse nuk e bëni të kjo meksia jon? Po tur për ta dializë, po pse do t'i ke lushqar që konfirmon me zërin tat këtu ti, që 52 lushqar i keni as lushqe për mbaj shërbim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? As i lek s'marrin. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemt, vajzat, lëm punën për t'i çuar në Fier, edhe diti më të keqe çfarë bëhet atje Fier, ka vetë 3 infermier. Turp të dializa, aty privatit. Haram lek të shqiptarëve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për freskur ujtë që t'bun aparaturat atje. Ti të rekomu dializën. 52 lushjar. A paguajnë taksa këta janë njerëz ta. Pse më privatit vi ta bëjnë lushe, me që i pasi kaq bukra mjetët. Lushe ta bëjnë për 52 veta. Me 2 infermier lushjar. Turp. Tregoni ju spitalet ne. Me pra vdesin njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjen e bëhet tani shkurti. Po të dole pra një nalë që tash nuk ka asnjë që fik zjarrin atje. E ti shkove nga mbrapa e bëre, po shtur pra. Po si guxon del këtu i herë dhe thu, na tregoni revista televizive, si guxoni? Ku ti tregoni ilaçet, lekë për blerë njerëzit vet. Analiza konfirmoi për 20 ditësh. 20 ditë pa njëmë janë 3 ditë. Me mik. Kur vete sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë ndonjëherë politik, po ta them. Ka pasi humje të madhe njerëzore brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë përpara ai me urgjencë të shkosi i bie të fikt. Nuk gjen flushjes. I mbasi tensionin i bën e këgë thot ikse s'ke gjë. Për një eko vdiq. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kishte shpëtuar. E për kaq dish. Për kaq pa për kaq. Sepse kur mora uqërisë e shtatë më përgjigj Tirana. Ai që të soti, ua jam deputeti, kam një rast, 38 qa për vdet. Durora të marrë lushe, do të marrë lushe dy telefon. Që s'kjo mëre? Do të marrë Tirana të marrë lushe në marrë i muat më gjeku jam. Në lusje, që me dung fung i bie për 10 herë lushe zë anë barë për 3 minuta. Me dung fungën e plerave. Ju të tregoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të mesh me jetën e njerëzve, mos pakti do të kesh dimshuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Po nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet më, nuk mundet të shmik që të mash një smur me kancer në spital. Do të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që të shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra më... Po ne s'kemi asgjë, më nuk kemi asgjë, nuk kemi ascensor, më orë të veshti pediatrin 4-4. Do të flasë unë, pse më do të flasë unë që të regullojt ascensorit paguajnë e lek spitali Lushës? Pse më prindi do të bëjmë me radhë nga 2-2-4 4-4 pediatrin? Po keni qemë në pediatrin e kam qufë fëmijën tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj ilaçin, farmacin, natën, vetëm se nuk të regonin dot që s'kishte, se ishte djali deputetit imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë, dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë njerëzit?
Ama që të bëjnë njëzë për nuk njohin deputeti, që të bëjnë? Se janë mes katë rrugëve. Vetëm i gjerë kërë marë spital, Allah, po i ke vetëm për spital. Pse mërë duhet tjetë spitali Lushjes, që në bërë kaqe, po mati me gjitha ta spitali që Aronal, ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitali tjera Aronal? Pse nuk e kemi ne shansit shumë me spitali Aronal që ka qenë Lushja dikur? 12+1. Pyte doktor Tritani, dhe nuk është e vërtet që kontinet i ke parë në 90-ës. Asjes është e vërtet. 2 kontinet që ndorë si pediatrin, si kirurgjik, te që u pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetët pa bërë. Kujt i tregoni më burë, pa hajde më burë ati, shikoni skaneri, ku pëtë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesi njerët aty mrapa, se është kafshëris ferë. Po e keni parë ambulancët e Lushjes? Ha më flisni, po hajde më shikojni, ambulancët e Lushjes. Shërbimin, ku natë im kur vdiq, dhe 1 orë e gjysë për të marrë i drejtori para këtit, për të marrë gjenazen nga rruga. Ama se rritë drejtori, gjithë jeni të shpitar, 1 orë e gjysë, rritë gjenazen tërë të shpisë, nuk vitë ambulancë nga merte. Që ta qonë të në morë, ku natë im. Po tjerët, more. E ju të regoni me kësit? O do të bëni këtë vend, po të patë rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se së shfaj jotë, se nuk e ti që të lëndëjetër aty. Po të regosh mua t'i ditë pisi latë. Se si puna sa u Gerta më nësi liu, pse për qa punojnë ne? A për qa punojnë o Gerta? Për qa punojnë e vici? Për qa punojnë Libejta? Për të vjedhur? Ja për këta punojnë. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Te spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëz që i mësoj kush ka ju lek ilaçe që blen njerëz me Covidin? Morë kredi me ka 4-5 milion lek, po çfarë po flisni gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak të mrapa, dhe i pa shtylla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushjes dhe të presë, dhe të kërkosh falit gjithë dhe tyre që janë shtrurë atje, të japësh fjallës që përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushjes, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kan guxim të flasin, më heqësh patologistët nga puna, po të qosh njerëz se bën detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin, bën një vizit pa aparate. I ka falë Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti. Po, shteti pas ka falimentur. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mirë, pyetini njerëzit, më shkoni të spitali bëjmë një sy asë sot njerëzit. Shkojmë në gjithë spitalet. E keni si këtë qendra qytetare ambulant brenda shkollës. O i ke dhe komshë në qendra ambulantore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendra qytetare 2x2. Pse flisim më burë dhe? Kërkoni falje atyre ronjve atje, mjekve, infermierëve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur desë robi se mos bërtet deputete për tjetë, jo mos e kim me tane. Nuk e kim me tane, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti këtu do bëjë aparat grafie. E dini që aparati grafie këti akoma me plak, do dali fotografi, dale, pritë se duhet sa të lahet. Edhe nuk duke, ta është roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj brokoplomëni ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i keni pa vjunet apo jo si janë.
Po flisin se për të mirën e këtyre njerëzve flasin. Se gjithë shtëpitë tona kanë tregulluar dhe unë e kam tregulluar. Po jo njerëzit më burr. Po pse më të marrë deputeti çam urgjenca 127-a? Po lere më 2 patronazhistë që njohin lush ata din e kam heqë po jo të ballë syrit unë. Kë kam kusurit 7. Sa kam numrin e bregve. E di patronazhistë po lere se ti identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithja prap donacion. Dhe ambulanca verdhe lushjes, me motor dikur i bet motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i sollën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kishës e xhamia çaj u fal. Tur të gjërat që ka arrit ky shtet. Keni një drejtor, po losni me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që kanë ngel Shqipëri. Se tjetë kur kishte 2 fare të katë, iku. Iku mëse nuk rrihet me këtë vend, se ku të smoret Kalaman, unë di 10 veta që kanë ikë në Romë, të babini Gjezu. Për hap me emra pëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bënin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është tur më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do të bëjmë. Do të bëjmë një në fund viti, po këtë jetë, do të bëjmë fund viti. Po që kemë ven aty për në bërë, edhe më tregon ti mu humorin parlamentar. Po ti u bën humor me jetën. Ti u bën me humor me vdekjen. Edhe unë s'bëka me humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talli bëthëm me shqiptar. Edhe unë nuk bëka me humor. Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj ata që shkel për ditë robin lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju jeni gjithë atje, falin të Varreza. Edhe unë kam komandanti i batalionit Dana në plakas atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtët 50 vjetë. Dhe shishtë një mazin a fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua e familjes time. Po si mërë mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdaskemi në integrimin. Europë skeptik, thot tjetëri. Qështë e Europë skeptik? Nga Europë skeptik? Po ne për atë fjallë e li për atë euroskepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 39 vite dërnim vjerrim. E ti sa 39 vite dërnim apo jo? E s'ka marrë lekët akoma ti dërnimit. 39 vite, o mi ka lini dërnimën nuk se ime. Ka që për ka që flisë ju tani. Po na fusti ju në Europë, si me na futi në Europë? Tu është për të futi në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë delegur dhe aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin. Paktën për atë tjera me ra. Zoja Ministre, nëse kërkoni të shpreheni përsëri në mbështetjet në 96.5 rregullores, keni në pozicion 3 minuta. Faleminderit. Më lejoni të theksoj se dializa bëhet vetëm në spitalet rajonale. Gjithashtu, për sa i përket pretendime mbi mungesën e medikamenteve apo të pajisjeve që sipas deklarimeve të bëra publikisht do të rrezikonin jetën e pacientëve apo do të pengonin funksionimin normal të spitalit, është e rëndësishme të sqarojmë se Spitali Lushnjës nuk ndodhet në situatë mungese barnash që cënojnë vijshmërinë e trajtimit mjekësor apo ofrimin e shërbimin ndaj qytetarëve. Siç e thash edhe një herë, furnizimi me barna realizohet përmes sistemit të marrëveshjeve kuadër, me kontrata që janë aktive, një mekanizëm i konsoliduar që garanton planifikim, vazhdimsi dhe mbulim të nevojave spitalore në mënyrë të qëndrueshme. Aktualisht, për periudhën 2024-2026, janë në fuqi 94 kontrata aktive për medikamente, të cilat mbulojnë nevojat kryesore të shërbimeve spitalore. Ndërkohë, për periudhën 2026-2028, është parashikuar zgjerimi i mëtejshëm i këtij sistemi me 106 kontrata të planifikuara për barna, duke forcuar dhe mëtej sigurinë e furnizimit farmaceutik dhe garantimin e trajtimit të pandërprerë të pacientëve.
Këto të dhëna tregojnë qartë se kemi të bëjmë jo me një tkurje të kapaciteteve furnizuese, po përkundrazi me një rritje të planifikimit dhe të mbështetjes sistemit spitalor në funksion të garantimit të standardit të kujdesit shëndetësor për qytetarët. Po ashtu dhe në aspekte pajisje mjekësore dhe kapaciteteve diagnostike. Spitali Lushnjës vijon të ketë në funksionim aparatura të rëndësishme diagnostikuese dhe terapeutike, të cilat u shërbejnë çdo ditë qytetarëve të zonës. Në këtë strukturë janë funksionale aparati radiografisë, 4 aparate ekografie, mamografia dhe aksesorët, si dhe CT scan, pajisje të cilat përbëjnë bazën e diagnostikimit modern dhe të trajtimit spitalor bashkor. Për vitin 2026 janë parashikuar një vlerë investimi 12 milion lek, ekografi me 4 sonda dhe mamografi. Ndërkohë, për 2027 një vlerë për 40 milion lek. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministre. Zoti Koreshi, 3 minuta.